Finale e madhe po afron me shpejtësi dhe tensionet janë në kulm, jo vetëm mes banorëve, por edhe jashtë shtëpisë. Ish banorja e këtij edicioni Arsita Çepja ka ndezur debatet në rrjetet sociale me deklaratat e forta kundër një prej finalistëve më të përfolur Gjestit. Në një reagim të gjatë, ajo ka ndarë 3 arsye thelbësore pse sipas saj Gjesti nuk duhet ta fitojë këtë edicion. Është mendimi im, nuk po dekretoj një ligj në parlament që u prek të gjithëve, kështu që po e them siç e mendoj unë. Sipas saj, Gjesti është i vetmi banor në historinë e këtij formati që ka shantazhuar emocionalisht një vajzë derisa e ka çuar në zaurim nervor. Ajo akuzon se ka trajtuar një grua si objekt dhe ka poshtëruar publikisht, madje përmend një episod ku i futi kokën poshtë fustanit para gjithë shqiptarëve. Arsyeja tjetër lidhet me çështje delikate si bashkëjetesa fetare. Ajo e akuzon Gjestin se ka promovuar përçarje fetare duke përdorur gjuhë ofenduese dhe luftë të religioneve të ndryshme në mënyrë fyese. Kjo sipas saj është precedent i rrezikshëm që nuk duhet të përfaqësojë një fitues të një formati kaq të ndjekur. Ai nuk e njeh fare historinë tonë, nuk i di vlerat që na bashkojnë si shqiptar, dhe në të njëjtën gjë ndjekin dhe fancat e tij. Për arsitë dashuria për kombin, bashkëjetesa fetare dhe nderi janë vlera që duhet të përfaqësohen nga fituesi i këtij spektakli. Për mendimin tim, këto janë gjëra që shkojnë përtej spektaklit dhe përtej çmimit të madh, deklaroi ajo. Edhe pse nuk i konsideron ndonjërin prej 4 finalistëve si fitues të padiskutueshëm, ajo është e bindur për një gjë, të paktën për mendimin tim Gjesti nuk e meriton. Deklaratat e saj kanë nxitur reagime të shumta në rrjet, me ndjekës që ndahen mes mbështetësve dhe kritikave ndaj komenteve të saj. Ajo mbetet një nga zërat më të drejtpërdrejtë të këtij edicioni, edhe jashtë shtëpisë së famshme.